Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vetëm pak ditë nga finalja, Ledion Liço zbulon surprizat që na presin. Në 19 prill është finalja reality show-ut më të madh në Shqipëri, i cili premton surpriza për publikun. Gjithçka po bëhet gati për spektaklin që premton të jetë një ngjarje e madhe televizive, e cila shikohet kudo ku ka shqiptar. Moderatori Ledion Liço zbuloi gjatë edicionit të lajmeve disa detaje nga përgatitja për finalen e madhe. Ai u shpreh se do të jetë një koncert i vërtet 6 orësh me këngë, performancë dhe surpriza. Përgatitjet në këtë fazë që jemi janë të tilla që ke një listë gjatë që duhet bësh, e cila vetëm shtohet, ndryshon dhe evoluon. Po kaloj mirë, natyrisht me pak orë gjumë, me shumë orë lodhje dhe djers. Shpresoj që moti të mbajë, se ndryshe nga herët e tjera jemi pak të prekur nga kushtet atmosferike. Jo se s'kemi qenë herët e tjera, por këtë vit kemi hapur 2 studio, edhe për publikun që do të vi të shoh programin. Ne jemi pikërisht ata që do të jemi në studion e Mirfield. Me shpresë që nuk do të ketë re, do të jemi në çatin e yjeve. Do të ketë shumë surpriza, ajo që do të ndodhë ndryshe nga edicionet e mëparshme është se surprizat nuk do të kenë domosdoshmërisht lidhje vetëm me finalistët. Do të ketë performanca dhe pjesëmarrje të artistëve të njohur dhe jo vetëm. Do të ketë surpriza shumë të bukura me pjesëmarrje të njerëzve të njohur dhe të panjohur që do të jenë qershia mbitor në udhëtimin e gjatë të 4 fatlumve që do të vijojnë për fitoren dhe për çmimin e madh.